shqiptare, dhe më thanë marrëdhëniet Shqipëri me Kosovën, me Shqipërinë, marrëdhëniet e Turqisë me Shqipërinë, me Kosovën, por edhe me Maqedoninë. Edhe në fakt për njohjen e ndërkombëtare të Kosovës si shtet, unë kam disa kujtime shumë të bukura kur në atë kohë para 12 viteve ishte kryeministri Ahmet Davutoğlu, profesor doktor Ahmet Davutoğlu, dhe në një bisedë me tij që më vonë, domethënë vitin e kaluar, e patë më shpreh edhe për në kështu live në televizion shqiptar që vetë presidenti Turk Erdogan me urdhën e presidentit Turk Erdogan, po ashtu edhe me urdhën e në atë kohë kryeministit Ahmet Davutoğlu, të gjithë ambasadat turke në të gjithë botën ku ka përfaqësitë e veta ambasada dhe konsulata Turqia kanë urdhëruar që të bëhet çdo gjë për të njohur Kosovën dhe në ato shtete, dhe në ato rajone, dhe në ato kontinente që Shqipëria nuk ka përfaqësitë e vetën diplomatike, atëherë sofra e madhe, dhoma e madhe që do të bëhet diplomaci për njohjen e Kosovës kanë qenë dhe edhe sot e kësaj dite janë ambasadat dhe përfaqësitë diplomatike turke, në këtë nuk ka asnjë dyshim, por në sa i përket pyetjes se çfarë presionit mund ta quajmë, domethënë se a mund të bëjnë Erdogani Vučićit për njohjen e Kosovës, kjo në marrëdhëniet ndërkombëtare është një gjë që për ato tema që mund të negociohen flitet, por janë disa tema që edhe nuk negociohen për këtë temë, dhe nëse shohim lëvizjet dhe vendimet dhe mendimet e Serbisë të Vučićit, kjo duket që këtë tema ndoshta nuk janë shtruar në tavolinë, por në aspektin tjetër të njohjeve të shtetet tjera, Turqia ka pas një rol shumë të rëndësishëm dhe do ta ketë domethënë këtë rol të rëndësishëm, sepse siç dihet domethënë Turqia, Shqipëria dhe Kosova janë realatet ku do të thënë edhe kjo që Turqia ne na quaj popullin vëlla, dhe duhet harruar që edhe hymnin e flamurit apo edhe gjuhën moderne turke apo fjalorit, të gjitha ajo kemi bërë ne shqiptarët, ja ka shkruajtur hymnin e flamurit nga Mehmet Akif Ersoy nga Peja. Është qartë, por ja ka bërë Sami Frashëri nga Shqipëria, kështu që po këto fakte historike nuk mund të fshi askush zotri Braj, por më intereson ta di pak ta diskutoj edhe këtë çështjen e dislokimit, pra megjithëse ka ndodhur para disa muajsh. Çfarë do të thotë dislokimi i forcave turke në kufirën në mes të Kosovës dhe Serbisë? Pse janë pikërisht turqit? Këtu kemi edhe trupa të tjerë. Shef, thot drejtën në aspektin e sigurisë, në doktrinën... Sepse unë dua të pyes diçka tjetër. A do thotë kjo se Amerika e ka partnerin më të besueshëm brenda NATO-s për momentin pikërisht Turqinë? Kron, fjala presidentit amerikan Donald Trump, që ta them kështu në origjinal, unë e pëlqeja dhe ai më pëlqen mua, tregon shumë. Dhe do thotë të gjithë ata që kanë hezitime për në Evropë juglindore, unë Turqinë e quaj forcë regionale plus, me të gjitha kapacitetet saj. Në Ballkan i përmend nderuri 3, do thotë shqiptar kushtrim, por deri në Sarajevo do thotë është ajo korniza transversalja kështu e gjelbërt që quhet, që Turqia hajde ta quaj edhe në osmanizëm, po që se dëshirojmë. Por mendoj që me një frym tjetër etash, atë që tha Amerikanët ku ne kanë aleatin... Sepse në pikën më të ngrohtë në Ballkan për momentin e kanë vendosur ushtrinë turke, prandaj këtu dua të pyes çfarë. Absolut. Për çdo rast, Turqia është, mund të them, ombrella e sigurisë së shqiptarëve. Së shqiptarëve. Plus boshjakëve. Mendoj këtë dhe kam bindje të plotë në këtë dhe kam argumente të plota. Dhe në rast të skalimit... A i bjen kjo se këtu kemi pak politik fetare pra, sepse nëse i shikojme edhe bosnjakët dhe shqiptarët janë në përqindje më të madhe muslimanë, dhe i bie kjo që Turqia i mbron popujt musliman, apo i mbron shqiptarë si shqiptarë, sepse ne brenda vetës kemi edhe shqiptarë ortodoks dhe shqiptarë katolikë dhe bektashi dhe jemi krejt bashkë. Nuk mendoj krejt. Shef, luftat botë banë për resurse, për burime, po edhe civilizimet luajnë rol. Ata që mendojnë, nuk jam i teorisë Huntingtonit, krejt, po diçka mendoj që ka drejt. Mendoj që Turqia këtë sentimentin kulturor dhe religios e ka, ta them i haptas. Por për ne shqiptarët, në rast rreziku, është e domosdoshme ndihma e Turqisë. Arsyet pse njerëz kanë, mund të them kështu, ka herë paragjykime të ndryshme,
i takojnë asaj që mirë. Ne ose do të orientohëm që ta kemë aliat Bullgarin ose Turqin. Tash, mendoj që ato kapacitetet bulgarëve janë pakta. Te Greqia ke mosbesim. Për Bulgar nuk janë shumë mira. Mendoj, për Amerikanët, është shumë interesante kjo. Të Amerikanët në geopolitikën e tyre në Ballkan, Amerikanët nuk je kundor nga Turqia për shumë gjona, sepse Turqia është e epicendra. Është faktor edhe në lindje, është faktor edhe në këtë pjesë të Evropës. Evropianët nuk e kanë fort në huj, në qejf, çështje. Ose një zavendësim të zonë... Shumë të vrejt hezitimi për ta pranuar në BE, që Evropianë nuk e kanë shumë në qef, por padoshe do të pranojnë. Dua të dalë pak të zotri Zukali dhe dua të ja pak zjarë këtij muhabeti. Flitet gjithmonë për luftën e tretë botërore, zotri Zukali. Dhe në një rast të tillë, çfarë do të bënte Turqia brenda Kosovës, në cilën palë do luftonte, si do zhvillohej ajo, sepse gjithmonë flitet për një luftë të tretë botërore, ndërkohë që ne kemi krejt këto forca dhe jemi në një lloj mjegull e informacione. Tani lufta e tretë botërore, unë nuk besoj, sepse këta politikantët me njëri tjetrin, këtë po bëjnë një si një pika e shahut me njëri tjetrin. Po luajnë shah. Pandaj. Po, edhe pandaj një strategji është kjo, vetëm pas kësaj kysh është bërë lufta e para ose e dyta botërore, ashtu një luftë nuk të betë. Në këtë kohë lufta po betë me ekonomi, me strategji, me teknologji. Mendoj me këto ose me embargo do të kaloj disa situata. Vetëm Kosova është 17 vjetë shtet, edhe historinë e ka shumë me qindra vjeqare, jo me mira vjeqare, sepse jemi më autoktoni më vjetër të Ballkanit, të Evropës, edhe shqiptarët neve jemi me këtë të ndershëm, edhe të gjithë Evropa e